Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi së bashku për të mësuar disa biseda të shkurtra se si mund të flasim në kafene në gjuhën angleze. Pa humbur kohë, fillojmë me dialogun e parë. Në dialogun e parë do të shohim me kujdes se si mund të porosisim një kafe në gjuhën angleze. Kemi këtu një dialog midis kamaririt dhe klientit. Fillojmë. Mirëdita, mund të uleni këtu. Good afternoon. You can sit here. Faleminderit. A është e lirë kjo tavolinë? Thank you. Is this table free? Po, është e lirë. Çfarë dëshironi të pini? Yes, it's free. What would you like to drink? Një macchiato dhe një ujë të vogël. One macchiato and one small water. Të vogël apo të madh? Small or large? Të vogël ju lutem. Small, please. Për këtu apo me vete? For here or to go? Për këtu. For here. Në rregull. Po ju asjell. All right. I'll bring it right away. Faleminderit. Thank you very much. Në dialogun e dytë do të mësojmë së bashku se si mund të pyesim dhe zgjedhim. Fillojmë. Përshëndetje, çfarë do pini? Hello. What would you like to drink? Nuk jam I sigurt. Çfarë më rekomandoni? I'm not sure. What do you recommend? Nëse doni diçka të lehtë, cappuccino zgjedhje mirë. If you want something light, cappuccino is a good choice. Në rregull, më sill një cappuccino. All right, bring me a cappuccino. Me sheqer apo pa sheqer? With sugar or without? Me pak sheqer. With a little sugar. Diçka tjetër? Anything else? Jo, vetëm kaq. No, that's all. Në rregull. Okay. Në dialogun e tretë kemi një bisedë të shkurtër në kafene. Ja ku e keni kafen. Here is your coffee. Faleminderit. Është gjithmonë kështu këtu? Thank you. Is it always like this here? Po, sidomos në fundjavë. Yes. Especially on weekends. Po, duket vend shumë I mirë. It looks like a very nice place. Po, shumë njerëz vinë shpesh. Yes.
Many people come often. Mirë, do vi përsëri. Nice. I'll come again. Në dialogun e katërt kemi një bisedë se si mund të rregullojmë një gabim. Ja ku e keni cappuccinon. Here is your cappuccino. Më falni, un porosita macchiato. Excuse me, I ordered a macchiato. Oh, më falni shumë, po e ndëroj me një herë. Oh, I'm very sorry. I'll change it right away. S'ka problem. No problem. Ja ku e keni macchiaton. Here is your macchiato. Faleminderit shumë. Thank you very much. Dhe në dialogun e 5 dhe të fundit kemi një bisedë se si mund të paguajmë dhe largohemi. Fillojmë. Më falni, mund të paguaj? Excuse me, can I pay? Po, sigurisht. Yes, of course. Sa bëjnë? How much is it? 350 lek. 350 lek. A mund të paguaj me kartë? Can I pay by card? Po, pranojmë kartë. Yes, we accept card. Shumë mirë, faleminderit. Great, thank you. Faleminderit, ditë të mbarë. Thank you. Have a nice day. Këto pra miq ishin disa dialog të përditshëm që mund t'i përdorni kurdoherë që të shkoni në një kafene. Shpresoj që mësimi sotëm të ketë qenë i vlefshëm dhe i qartë. Faleminderit që ishit këtu dhe shihemi në mësimin e radhës. Mirupafshim. Goodbye.